Drejtoria Rajonale e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në qarkun e Fierit ka analizuar punën e saj njëvjeçare të vitit 2011. Në raportin e punës njëvjeçare, përgjegjësi sektorit të ushqimit, të kafshëve dhe operatorit të biznesit, Ledio Çapo, tha se puna e sektorit që ai drejton është përqendruar kryesisht në punën për monitorimin e supermarketeve, magazinave dhe pikave të shitjes së produkteve ushqimore, në monitorimin e qumshit si lëndë e parë, e stabilimenteve që prodhojnë produkte me origjinë shtatzore, të furrave të bukës e të tjerë, në të cilat janë ushtruar edhe rreth 1668 kontrolle në Lushnjë, Fier dhe Mallakastër. Gjatë këtij viti që u lan pas, i kemi plan monitorimi për supermarketet dhe magazinat ushqimore. Ky plan inspektimi është kryer për 3 herë gjatë periudhës mars, korrik edhe dhjetor. Kemi pas planin monitorimit të qumshit si lëndë e parë, i cili shkruan në 2 periudha, mars, prill dhe qershor gusht. Plani monitorimit të stabilimenteve që prodhojnë produkte me origjinë jo shtazore, plan monitorimi për stabilimentet e produkteve me origjinë jo shtazore, plan monitorimi të furrave të bukës, në të cilën do të përmend që përveç problematika të zakonshme që ne kemi kontrolluar se janë kushtet e higjienës sanitare, kushtet e magazinit të produktit, dokumentacioni që shoqëron lëndën e parë, një punë e mirë është bërë dhe në kërkesën për etiketim të këtij produkti, si dhe për certifikimin e amballazhit në të cilën amballazhohet produkti i bukës. Gjithashtu kemi pasur edhe plan monitorim për baret e restoraneve fast food, si dhe hotelet në zonat e plazhit, dhe plan monitorimit të operatorëve të biznesit të ushqimit social. Për ato subjekte që ka munguar reagimi për zbatimin e këshillave dhe detyrave të lëna nga AKU i Fierit, për problematikat e evidentuara janë vendosur rreth 14 gjoba, kryesisht për restorante, furra buke, pika grumbullimi qumshi, thertore të tjerë, ka qartësuar zoti Çapo. Sipas vlera totale financiare e penaliteteve ka shifrën e 15.700.000 lekë. Dhe përkatësisht në Fier 941 kontrolle, në Lushnjë 659, në Mallakastër 71 kontrolle. Mesatare kontrolleve, rreth 140 kontrolle në muaj. Objektivi jonë nuk ka qenë vetëm kryerja e një numri sa më të madh kontrollesh, por edhe është shtytur nga rajon dhe në rritjen e cilësisë këtyre kontrolleve dhe efektshmërinë që këto kontrolle i japin në subjekt. Për vitin 2012 do të investohet në përmirësimin e kushteve higjieno-sanitare të objekteve ku ushtrohet aktivitet, kushteve të linjave të prodhimit, dokumentacionit ku përfshihet licencimi e të tjerë, notifikimi i etiketave për produktet që i dalin treg, analizimi i tyre për të rritur sigurinë e të tjerë, u shpreh përgjegjësi sektorit të ushqimit në Drejtorinë Rajonale të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit të qarkut të Fierit në këtë analizë vjetore ku morën pjesë edhe Drejtoria e Vlerësimit të Riskut dhe Koordinimit të Inspektimit në Drejtorinë e Përgjithshme të AKU-s, si dhe Drejtoria e Burimeve Njerëzore në këtë institucion.